Qelloi për vdekje të riu nga Kuksi në lokalin e tij, Kobra dënohet me 24 vite burg. Gjykimi ndaj Dibran Hoxhës, i njohur si Kobra, dhe të tjerëve të akuzuar për vrasjen që ndodhi në vitin 2023 në klubin e natës Cobra City në Prizren, ka përfunduar me akt gjykimi në shkallën e parë. Drejtan Hoxha, i akuzuar për vrasjen e kuksianit Visar Cengu në klubin Cobra City, është dënuar me 23 vite burgim, ndërsa për armbajtje pa leje ka marrë 2 vite burgim. Dënimi unik për të, i njohur me nofkën Kobra, është përcaktuar në 24 vite burgim. I akuzuari Roland Susuri për 3 vepra penale është dënuar me burgim unik prej 7 vjetësh, pjesëmarrje në rrahje 1 vit dhe 6 muaj, manipulim me prova 4 vite 6 muaj dhe armbajtje pa leje 1 vit e 6 muaj. Arben Vezaj për pjesëmarrje në rrahje është dënuar me 1 vit burgim. Burim Azreku për manipulim me prova ka marrë 1 vit burg, ndërsa Jesmir Badallaj për pjesëmarrje në rrahje dhe armbajtje pa leje është dënuar me 2 vite burgim unik.